Kur shkon të shtëpia, e lexon apo e dëgjon emrin Allahut El Hafidh, edhe El Raqib, apo ai që mbikëqyr, edhe ai që trun. E lexon, edhe kupton sa është i fuqishëm Allahu xhallahu ala. Sa si kur gjë që shtrun apo. Me që dije njëri për Allah thosh kul a'udhu birabbil falak. A është njëjtë si para kësajna? Ja, s'është njëjtë Allah. S'është njëjtë. Ne dim që Allah është i fortë, po është lexo sa është i fortë. Lexo që i ka mbrojtur robët e vet. Lexo që Allahu trun, habitesh. Që kur a'udhu e shkon me atë Allahu xhallahu ala i jap kuptim. Aspekti i dytë, të njohësh fuqinë e rreziqeve dhe sherrave që të kanosin, sa trunen, sa shtiren. E treta, të njohësh dobësinë tënde karshi rreziqeve. Nëse këtë tre kanë shplotësohet, apo lidhet zemra me Allahun te barekalla. Nga se e sheh rrezikun këtu, e sheh veten këtu, e sheh që la malja'a min Allahi illa ilayh. S'ka tek srem pas tek Allahu te barekalla. Shkon zemra normal, natyrshëm shkon tek Allahu xhallahu ala. Ama kush e shtyn zemrën ka Allahu xhallahu ala, dobësia jote dhe rreziku që të kanoset. Çaja, me po më dhe zjarmi kiton. Allahu na rujt. Në ka ikum, ka zjarmia, jo në të kundërtën e zjarmit apo. Prandaj kupton që funksionon procesi i udhë. Ti je këtu i dopt, s'ki kur gjendor. I lekshti. Këtu rreziqet të kanosin, të sakatojnë. Këtu Allahu i mbrojt sa thon. Ka kimë shkuar thon. Ka kime shku? Ka Allahu kime shku apëtën? Nuk shkon ka Allahu veçaj që nuk e një vetën, e së një rëzicit apëtën. Menen që ja dal vetë, ose të këtu ja bëj ka Allah apëtën. Qaj, e kësë është njëri që lezon surën felek apëtën. Këtë tjetër njëri është apëtën. Ama ai që lezon surën felek, e din ka du të me shku, e din ka shpin, krejt, rrug, ka qojnë, veç ka Allahu të vartële. Pandaj pejgamberi son në duan, gjumit, kër ka rabë me pënajt, Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk. O Zot, shpinën e kum mbështet ty. Tash po flaj. Njom, apo la malja wala manja minka illa ilayk. As nuk ka strem, as nuk ka shpëtim. Po as nuk kyet ti. Flan që sto me që të konfirmojmë flan. Çfarë do të bëhet? Ta kallojmë këtu na.